Pavarësisht thirrjeve publike të Sali Berishës për bojkot të reformave dhe parlamentit, brenda Partisë Demokratike ka shpërthyer përçarja. Deputet të PD-s dolën hapur kundër Kryedemokratit, duke kërkuar pjesëmarrje në Komisionin për Reformën Territoriale dhe duke sfiduar linjën e bojkotit. Avokati Spartak Ngjela e cilëson këtë situatë si një konflikt të brendshëm serioz dhe presion të drejtpërdrejtë ndaj Berishës për të mos braktisur kuvendin. Sipas tij, bojkotimi i parlamentit është një akt i pajustifikueshëm politikisht, që nuk dëmton qeverinë, por diskrediton rënd opozitën dhe fyen votuesit. Ngjela u shpreh se largimi nga parlamenti bie ndesh me vullnetin e qytetarëve dhe e quajti sjelljen e Berishës të pakuptimt. Duke lënë të nënkuptohet se ajo i shërben interesave anti-shqiptare. Ai thekson gjithashtu se SPAK po drejtohet nga amerikanët dhe se goditjet ndaj korrupsionit po shkojnë drejt majave të politikës.